Se me eksperti kësaj. Veç përvoj, ka? As lëdim... O, da që përshet që na jemi kritik të opozitës, po na po angazhojemi po një pragmatizëm, që është me zvoglu pushtetin e malë vetvesh. Që po të regojnë ty? Unë e kam dalë nga vetëvendosja në 2018, ka qenë 27.5, 32 deputet. Në 2019, 26.5, 29 deputet. Dalja jonja ka zvoglu vish 3 deputet. Po i ka fitu zgjedhjet që dhe ka ma poshtë. Që kjo opozita, e stili këtyne, pe 26-ve, e kanë qunë 51.1. Nëse kini iluzione që me qitë lojt opozitës, që është pazargjin thelp, që ka kap klikat e mrena partit, i kanë uzurpu. Ne, se 51.1 ke një farë plani i përgatitur me Vjosa Osmanin bashkë. Unë po thëmë popli ka votu. E qka nëse voton kësa herë 53? Ke marume, ke strategie marume. Përgatimin tëmë s'ka qenë... Kësa e rave ka mundësi që ta ka përzej 50%? Qa përta e mi përgjigjen, vish lema një sant shumë të rëndësishëm. Na jemi të dash me formësu bët kuptim politik. Nuk jemi të dash me pas votus të gatshëm. Kapi atyne që menojnë si na. Po na jemi të thonë, hej, vendi e ka një pushtet, ose një parti që ka shumë forcë, jo ndo parti që ka njerëz mirë mrena atyne, po një pjesë të tyne në kapi interesav, edhe vendi ka nevojë për opozit. Na po dojmë i mësu njerëz, pavarësisht ajnë me LDK, s'kanë votua, entria, gra, burra, që kjo është ka i vynë Kosovës. Që shtu e merë votusin. Unë nuk menoj që merë votus gatshëm, as se bosh me dikan, as se afrosh me dhe. Që kjo akon logjika, njerëz ka menu, që kur shkon Vjosa Osmani janë qënë votus, edhe kur del Vjosa Osmani i këthen votus. Thuti që u shku me autobus e këthejet me autobus. Nuk bëhet kështu, pra ndaj nuk është kalkulative qasja e unë.